Një situatë pa precedent është regjistruar gjatë një koncerti live të këngëtarit të muzikës popullore Ylli Baka. Sipas një video të publikuar në rrjetet sociale, shihet se teksa këngëtari ishte duke kënduar, disa prej personave nga publiku që e dëgjonin e godasin me objekte drejte në fytyrë. Nuk dihet arsyeja pse publiku ka reaguar në këtë mënyrë me këngëtarin, ndërkohë situata ka ngjallur reagime të ashpra dhe debate në rrjet.